në pension për burrat edhe gratë. Se do të diskutojmë me radhë, se nuk do ikim kaq shpejt. Dua të ndalemi tek pensioni 13 si fillim. Pse shihni problematike ju pensionin e 13? Se mua të paktën kur e dëgjoj, pra pa lexuar po them dokumentet në detaje, kur e dëgjoj nuk më duket diçka që në pamje të parë ta vret veshin, pensioni 13. U çfarë pensioni 13 për shembull për dikë që merr pension minimal, për dikë që merr 100.000 lekë pension. Thjesht do të marr 100.000 lekë në fund të vitit, pra i pension 30. Ai pension I cili në termat e sotme ka qenë ai shpërblimi I famshëm I Gjelit Detit në fund vit që qeveria e ka dhënë. Pra po jep të njëjtën gjë, po me një term edhe me një mveshje të re. Pra po na ushqen me lugën bosh. E dyta, për dikë që ka pension minimal. Çfarë është një pension I 13 për 100 ose 120.000 lekë vjetra në muaj. Është thjesht 10.000 lekë vjetra në muaj, zërse e ka rritur pensionin e përmuajshëm me 10.000 lekë. E ka ngrit nga 90.000 ose 100.000 në 100 ose 110.000 lekë të vjetra. Pra është një skemë dhe një shumë krejtësisht e papërfillshme, ku realisht 700.000 pensionistë shqiptarë janë njerëzit më të varfër, jo vetëm të Shqipërisë, po siç e tham, edhe në Europë dhe kanë nevojë për një rritje reale edhe për mirësim të ndjeshëm të jetesës së tyre. Sot pensionistët shqiptarë janë kushtet, po mos kishin fëmijët e tyre që I ndihmojnë me rimitanca si emigrant, do të ishin kushtet një katastrofe humanitare. Shqipëria ka pensionin minimal dhe pensionin mesatar jo vetëm më të ulët në Europë, po më të ulët edhe në krahasim me vendet tona fëmijë, me Maqedoninë, me Malinezi edhe madje edhe me Kosovën. Në rrafshin e pensioneve ne nuk jemi të parafundit, si zakonisht kësaj radhe jemi të fundit fare. Po mos ndoshta për shembull duhet ajo që kryeministri e thot rritja e formalizimit, pra nga ana e bizneseve për të rritur kontributet edhe për të rritur pensionet rrjedhimisht. Ku fshihet kleçka në këtë që thot kryeministri? Pse ju nuk jeni dakord? Ne nuk është çështja se nuk jemi dakord. Ne e kemi thënë se edhe me programin elektoral të zgjedhjeve të 11 majit, mendoj se Lëvizja Bashkë është vetëm forcë politike e cila I ka dhënë zgjidhje reale, ka I program dhe I vizion real për të adresuar çështjen e pensioneve, e cila të themi drejtën është një çështje e vështirë, sepse kërkon në njërin anë luftimin e korrupsionit në shtet, në anën tjetër luftimin e evazionit fiskal dhe në fund ditës edhe krimin e një modeli të ri ekonomik I cili gjeneron punësim, I cili gjeneron mbledhje më shumë të ardhurave dhe rritje, domethënë të dalë nga këtë ky modeli aktual I zhvillimit. Problemi është se kryeministri Rama I përdor çështjet në mënyrë të përkohshme, abuzive, edhe nuk I merr seriozisht ata. Për shembull, gjatë protestave të tetorit, 9-torit, 10-torit, në takimet me këto pensionistët, përveç se doli edhe u avuri fajin punëtorëve ose bizneseve të vogla, të cilat nuk pagua kanë mjaftueshëm sigurime sociale, duke marrë parasysh se edhe në Shqipëri 1 në 2 punëtorë punojnë realisht në zezë dhe përkundër vendeve tjera europiane ku që të paguhet një pensionist duhet të derdhin siguracion 3 punëtorë, raporti në Shqipëri është 1:1. Dhe çfarë ndodh në parashtrimet buxhetore të vitit 2025, gjithë këtë shqetësimin e madh të evazionit fiskal, të informalitetit në punë, të cilin Edi Rama e kërcënoi e denoncoi, sigurisht pas protestave të pensionistëve, pas denoncimeve të Lëvizjes Bashkë, madje mi gju gangster dhe mi gju arrogante, shkoi deri aty sa tha dhe ju lëj Allahun, futi Zotin në lojë për ata që nuk paguajnë siguracione sociale dhe punojnë në zezë. Shohim se në parashtrimet buxhetore 2025 nuk do të ndryshojë pothuajse asgjë. Edi Rama është tipiku I demagogut I cili e kap një çështje e shtrydh dhe e flaktej si gjimon I shtrydhur. Ai nuk ka qëllim të bëj reforma edhe politika të qëndrueshme dhe afat gjata për ta shëndosh edhe për ta bërë edhe më të qëndrueshme skemën e pensioneve dhe për të rritur realisht pensionet. Pavarësisht se ka marrë shumë
10 mijëra, 100 mijëra vota pensionistësh, duke ju thënë se unë jam i vetmi i cili mund t'ja arrisë ju pensionin dhe jo Lëvizja Bashkë dhe jo forcat e tjera opozitare, të cilat pare se kur vinë në pushtet. Por në fakt ne po shohim se Edi Rama nuk e ka seriozisht çështjen e pensioneve, madje shpesh përdoren i gjuhë denigruese ndaj pensionistëve. Klodi, një pikë që mua më bëri përshtypje tek ajo strategjia e 2025-2030 sa i takon reformës së pensioneve, ishte universitet për pensionistët. Kjo, me thënë drejtën, më bëri çudi dhe po përpiqem, kam ditë që po përpiqem ta kuptoj, do më ndihmosh ta kuptoj pak se për çfarë bëhet fjalë? Çfarë është ky kualifikim për pensionistët? Për çfarë do kualifikohen pensionistët? Edhe përdorimi i termit ishte gabim, universitet, se sot gjithë qytetarët e Republikës kanë drejt që të garojnë edhe të futen në universitet. Ai do ishte parësisht se e ka quajtur universitet, është i shkollë teknike për kualifikim profesional të pensionistëve për me dalë në tregun e punës. Është shumë qesharake se si qeveria e cila i ka përzon me 10 dhe me 100 mijëra të rinj nga vendi, e cilës po i dërson edhe kjo ideja raciste edhe kolonialiste për të marrë edhe për të importuar Bangladeshas edhe qytetarë të, nëse mund ta themi, të botës tretë në Shqipëri për të punuar si kapës pune me paga minimale, cilët sipas kryeministrit nuk din as shqip, tashmë i kanë hedhur syt nga pensionistët. Është shumë interesante se si po ta shohësh edhe Instat edhe këto revistat ekonomike edhe në debatet ndryshme televizive përdoret termi pensionistët janë forca punëtore dhe lokomotiva e re e tregut punës. Që nga viti 2012 kur nisi edhe ky emigrimi i madh, eksodi i madh drejt vendeve tjera të kraut punës dhe i qytetarëve shqiptar drejt vendeve tjera të Europës, shkon një rritje të progresive të pjesëmarrjes së njerëzve të moshuar, cilët kanë dalë në pension të rifutjes edhe integrimit tyre në tregun e punës. Madje janë kategoria me shkallën më të lartë të punësimit. I qeveri e cila nuk ju siguron dot njerëzve të ardhurat e mjaftueshme, pavarësisht se mund të kenë 20, mund të kenë 30, mund të kenë 40 vjet kontribute në skemën sociale, nuk ju garanton dot pensione dinjitoze për të jetuar, ju thot atyre se nëse doni të jetoni, duhet punoni deri në ditën e fundit të jetës suaj. Pra po i shtrydhim pensionistët, që janë pensionistët e sotëm janë brezi më i vuajtur, më i nëntpaguar, më i shfrytzuar i Shqipërisë. Në fakt ky kualifikimi për pensionistët Klodi është pak i çuditshëm sepse pra që synon të kualifikojë dhe të fusë në tregun e punës, sepse pensionistët janë tashmë në tregun e punës. 27 deri në 30.000 pensionistë vazhdojnë të jenë në tregun e punës për shkak të pamundësisë, për shkak se nuk u mjaftojnë, po themi, të ardhurat, kështu që është pak e çuditshme. Besoj se janë edhe më shumë, sipas Instatit nga 2023-2024 shkalla e punësimit të pensionistëve ishte ngritur me 6%, nga 17% në 23%. Po këta janë vetëm njerëz të cilët punojnë me letra, domethënë punojnë sipas ligjit, përfituron gjithë ata të tjerët me qindra e mijëra të cilët bojnë realisht punë që nuk ju nisen nga shoqëria, bojnë punën e edukatorit, e qerdhes, të cilat për shkak mungesës infrastrukturës sociale të shtetit tonë, që është në punë vetvete ajo, dhe pensionistët të cilët punojnë në zezë, janë me 10 mijëra pensionistë që punojnë si roje, punojnë në fabrika, punojnë në dyqane, punojnë në sektorin e shërbimit, edhe nuk paguajnë nuk ju paguajnë as siguracione sociale dhe as siguracione shëndetësore. Pra, numri i pensionistëve që janë tregun e punës realisht është shumë më i madh se sa statistikat zyrtare. Dua të kaloj edhe tek pika e fundit. Në fakt ka shumë për të diskutuar. Nëse mund ta them edhe diçka të fundit, ndjes e vlerësoj si shumë të rëndësishme. Patjetër. Problemi është që kjo dalje e pensionistëve në tregun e punës është edhe ideologjikisht është problematike, sepse anullon gjithë ato drejtat edhe liritë themelore të njeriut, të cilët njerëzit e punës i kanë fituar përballë para një shekulli edhe për gjithë shekullit të 20 i kanë fituar me sakrifica, me revolta edhe me kryengritje të mëdha. Dhe jo vetëm pensionistëve, por edhe gjithë shoqërisë sot po i thuhet se nëse ti nuk
ke drejtën, nuk mundesh me pas strehim, nuk mundesh me pas shkollim, nuk mundesh me pas stazhurat minimale për të jetuar. Shteti nuk të garanton ty absolutisht as edhe një lloj drejta, dhe nëse ti don ti gëzosh këto drejta, atëherë duhet shkosh drejt 2 punësimit, drejt 3 punësimit, drejt punësimit edhe në javën tonë të fundit të jetës. Pra, qeveria shqiptare dhe Edi Rama janë kryer edhe të shkatrimit një farë logjike dhe një farë korpusi të drejtash që janë të rëndësishme dhe janë jetike, qoftë për demokracinë dhe qoftë për mirëqenien e shoqërisë, por edhe të mbar njerëzimit. Është i kryeministri i cili po ta kishte dorë do të nxirrte jashtë ligjit sindikata, do të nxirrte jashtë ligjit skemën pensionale, do ta kthente edhe një herë në barbarinë e vitit 1800, ku njerëzit punonin nga 14 orë, në fabrika punonin edhe fëmijë, edhe pleq, edhe të smur, edhe kushdo tjetër. Se nuk e ka mbyllur akoma me pensionet. Edhe një gjë të fundit, ajo që ti nisi të thoje në fillim, që është edhe ajo që ka jehuar më shumë në opinionin publik sa i takon rritjes së moshës pensionit. Diçka që e ka kërkuar në fakt edhe Bashkimi Evropian, pra për të dalë në pension 67 vjeç. Çfarë për ta mbyllur me pensionet, çfarë tregon kjo në vazhdimën e gjithë asaj që po thoje? Kjo është problematike. Bashkimi Evropian nëse do të kërkonte mos kërkojë dalje në pension 67 vjeç, ose edhe ta kërkojë, po të paktën të kërkojë edhe rritjen ose përafrimin e pensioneve të Shqipërisë me pensionet e pensionistëve të shteteve të antarësuara në Bashkimin Sovjetik, në Bashkimin Evropian. Kjo do të thotë Egon se atë çfarë po thonim deri tani, se qeveria nuk ka përsynim ta zbusë pabarazinë, ta luftojë padrejtësinë sociale, ti korrigjoj ato hierarkit e mëdha edhe padrejtësitë historike, por ajo çfarë po bën është që synimi për të shtrydhur njerëzit deri në fund. Edhe nëse i pensionist, një grua pensioniste, për shembull edhe kjo ideja e barazisë është shumë absurde. Nëse sot i grua pensioniste dilte 62 vjeç në pension, ndërsa burri 65 vjeç, sepse shteti janë njëte gruas gjithat punën e papaguar në shtëpi, në rritjen edhe në edukimin e brezave, në pabarazit trashëguara, disavantazhet e trashëguara historike, tani ka vendosur barazinë e plotë, edhe burrat edhe gratë do dalin pension 67 vjeçë. Po kur ndodh kjo për këtë gjeneratën e pensionistëve të tanishëm, paramendoje se sa vjeç do dalim ne të dy në pension, 70, 75, 80, a do të jetojmë deri në atë vit. Kjo është i vizion edhe i program distopik social që na ofrohet nga qeveria, e cila nuk është edhe nuk përfaqëson interesat e qytetarëve, shumicës qytetarëve që me punën e tyre drejtë dhe të ndershme mbajnë kënd këtë shtet. Sot i pensionist Egon, i cili bleni hyrek 3 këndësh ose i buk paguan 20% taks, ndërsa një oligark i cili ka një kazino me 5 hyje ose një hotel me 5 hyje paguan ose nuk paguan fare ose paguan 6% taks. Qartë. Klodi, do të pyes pak edhe për këtë procesin e rinumërimit të votave këtu në Tiranë, meqense prek edhe partitë e vogla, por përpara se të shkojmë te rinumërimi, dua të pyes pak si të duket mjedisi urban i Tiranës këto ditët e nxehta të verës, meqense Lëvizja Bashk ka qenë një nga zërat më të fuqishëm edhe sa i takon ndodhjes urbane, me të gjithë atë që e karakterizon me ndërtimet, me rrjetin e rrugëve etj, transportin. Në rritja e temperaturave, po edhe ndryshimet klimaterike. Ja, doli fotoja mbas meje direkt. Në rritja e temperaturave, po edhe ndryshimet klimaterike në përgjithësi, në fakt prekin ose vuajnë për tyre më shumti njerëzit e varfër, njerëzit e moshuar, njerëzit e smur. Në Lëvizje Bashk kemi bërë disa protesta, disa peticione drejtuar qoftë të pushtetit lokal bashkiak, qoftë kryeministrisë edhe Këshillit të ministrave, qoftë për ndotjen e ajrit, e cila është një nivele alarmante. Sot sipas Agjencisë Europiane të Mjedisit, me qindra edhe me mijëra shqiptar vdesin çdo vit kryesisht në Tiranë, i cili është edhe sipas
institutet dhe organizatave të tjera është një nga vendet më të ndotura, kryeqytetet më të ndotura në rajon edhe më gjerë, por sipas Agjencisë Europiane të Mjedisit, sot nga smundje aspiratore të mushkërive të lidhura drejt për drejt me ndotjen e ajrit edhe me mjedisin, vdesin me qindra qytetarë. Ne jemi një qytet ku hapësirat publike janë përdit edhe më të pakta dhe po shohim se si gjithandej po ngrihen kantiere për kulla, të cilat do të jenë të pabanueshme edhe që po rrezikojnë seriozisht shëndetin tonë. Po të futesh në urbanet e qytetit, çështja e transportit publik vazhdon të mbetet i problem shumë shqetësues, cilit nuk i ka dhënë zgjidhje pavarësisht se në mandatin e tij të tretas kryebashkiaku, i cili sot është në burg. Erion Velia, urbanet e Tiranës janë pa kushtet elementare të higjienës, pa ajër të kondicionuar, pa korsi të dedikuar për të ecur edhe më shpejt. Tirana është gjithashtu i qyteti i cili nuk ka ujë, s'ka hapësira publike ku ofron shërbimet elementare si ujë, pushimi, mëse e thash. Ne po shohim se për ditë më tepër Tirana po bodhi qyteti më i thjist, më i pajetueshëm, më kuturbues, edhe pse metri katror për apartamentet në këto kulla që po ngrihen janë në rritje për ditë dhe gjenerata jonë rrezikon seriozisht që të jetë i gjeneratë e cila do të mbetet e pastrehë ose do të paguajë qëra deri në fund të jetës saj. Dëgjoj, besoj kur lëviz në rrugët e Tiranës, të qëllon shpesh që të shohësh një tabel midis dy pemëve për shembull, që thotë me biçikletë do të kisha arritur. Tani kush e ka fajin për këtë ndotjen? Se nëse e kanë makinat, i bie që e kemi ne, që kemi makina, po them qytetarët, dhe përdorimi më i shpeshtë i biçikletës, një politikë e promovuar nga qeveria Rama dhe nga administrata Velia, po them në bashki, do të ishte një zgjidhje bashkë me mbjelljen e 1 milion pemëve, po them. Po pylli orbital i cili nuk ekziston, domethënë, po faji kryesor, niveli më i madh i ndotjes vjen realisht prej kantiereve të ndërtimit, cilët janë shtuar si kërpudha, gjithandej edhe me cilat kryeministri Rama mburret, edhe shohim se shumë me 10 kantiere janë hapura, me 10 tjera do të hapen në vazhdim. Një motiv tjetër ose një faktor tjetër i ndotjes është edhe hapja e rrugëve. Këta gjatë fushatës elektorale duke dashur t'ia bëjnë ditur qytetarëve shtetin, t'ua bëj prezent në sytë e tyre për të kompensuar mungesën e ditë